Gjëja më interesante që më ka ndodhur së fundmi ishte që e kuptova që duhet moderoja këtë podcast. Edhe ka ndodhur para shumë pak kohësh dhe gjatë diskutimeve që kemi pas në mbledhjen e redaksisë, e vendosëm që podcasti jon nga ky muaj e tutje do të moderohet me rotacion dhe fatin e madh e pata unë për episodin e parë. Shumë mirë se edhe njerëzit shpesh na pyesin kush është Lorini. Po, unë jam prezantohemi. U prezantohem. Sigurisht e Lorini. Kështu që njihemi më shumë ja ku jemi. Muaji janar. Çështjet më interesante. Tani unë meqense kisha detyrën të moderoja, kam ardhur me shënime në podcast. Gjithë jemi me detyra, pra mund ta shikoni se sa shumë është përgatitur. Kjo është më shumë konfuze se sa. Është podcasti më i përgatitur që kemi bërë deri tani. Në fakt, ne kemi qenë duke punu sfundmi për newsletterin e Citizens që e bëjmë çdo muaj dhe kjo është edhe një ftesë për ju që të na bëni subscribe. Është falas dhe mund të merrni informacionet përmbledhura të muajit dhe më pëlqeu shumë si Erbdini e kishte nis. Pra, ka qenë një muaj përmbytjesh dhe fatkeqësisht natyrore, por një muaj njëkohësisht i protestave, kemi pas edhe shi, edhe zjarr, edhe bllokimet rrugëve. Nga ana tjetër kemi pas më shumë propagandë se sa zgjidhje, do thoja unë. Pra, përjetuam një situatë atipike, pra edhe qytete që tipikisht nuk janë përmbytur ndonjëherë si Gjirokastra, ishin nën pushtetin e ujit, njerëzit janë akoma duke kërkuar dëmshpërblimet, por ka pas një zhvillim shumë interesant, një urë që ka qenë objekt shumë i fotografuar. Erisa ka shkruar për të, mund ta shpjegosh pak më shumë ç'është kjo ura e famshme? Mendoj që është ura më e fotografuar dhe më publike veçanërisht nga përfaqësuesit politik në vend, edhe në një fshat jo shumë të përmendur, jo shumë të njohur, sikurse është fshati Gjyr i Bashkisë Librazht, sikurse e përmendëm më herët, gjithë muaji ka qenë i përfshirë nga përmbytjet, nga zjarret, po ashtu nga fatkeqësitë natyrore. Mirë, po kjo ka ndodhur para vitit të ri, ka ndodhur në fund të nëntorit, ku ura që lidh fshatin Gjyr me rrugën kryesore dhe po ashtu përshkon edhe qytetet e tjera si Prenjasin edhe Librazhdin, pra është në korridorin e 8, për shkak të ngritjes nivelit të lumit Shkumbin, arriti që të mos funksionojë më, pra këmba e saj mbajtëse të shëmbet. Dhe familjet që mbeten krahun tjetër ishin komplet pothuajse i gjithë fshati, që ishte diku te 340 familje mos gaboj, që mbeten të izoluar për të marrë shërbime dhe për të dalë në rrugën kryesore dhe po ashtu duke qenë edhe pranë festave të fundvitit, kjo ishte një gjë edhe më e shtuar sa i përket. Çfarë ndodhi pse kush e shpëtoi urën, kush trihoi? Pse realisht kishte nevojë për kaq shumë protagonizëm kjo urë. Edhe ajo çfarë bëra dhe çfarë më nxiti për ta bërë këtë shënimin ose këtë artikullin e shkurtër ishte vetë fakti se e kam parë të postuar pafund nga Ministria e Brendshme, nga Ministri i Mbrojtjes, nga Kryebashkiaku i Librazhdit, nga deputeti i zonës, po ashtu nga ana e Partisë Socialiste, dhe kishte her pas here vajtje ardhje, vizita gjatë procesit të ndërtimit, gjatë orëve të vona të natës, pasi u risoll në punë e tjerë, pra u lejua kalimi sërish, pafund postime nga makineritë e ushtrisë, duke qenë se u vendos edhe po themi u soll dhe u vendos në punë nga reparti i gjenjës të forcave të armatosura, që e ktheu po ashtu më pas në këtë objektin më të fotografuar, nga ardhja e makinerive, pra ja po vinë makinerit, ja ku janë me punëtorët, pra gjitha këto një lloj diskursi më shumë propagandistik se sa i shërbente vetë punës. Dhe nuk e kuptova realisht pse një urë e një niveli të tillë, pra kemi një zonë jo urbane, një zonë rurale, sigurisht që ura ishte jetike për këtë komunitet, por që t'ishte kaq i fotografuar dhe kaq e sjell në diskursin e publik. Ne bëm një lloj matje ose një lloj numërimi të postimeve të tyre dhe vumrej që nga Kryebashkiaku kishin diku te 6 postime, nga deputeti i zonës Olci Komici kishin 5 postime, nga Ministria e Brendshme një postim që vajti në fillim për të bërë këtë situatën emergjente që ishte dhe nevoja po ashtu për të shndruar pranë banorëve, nga Ministri i Mbrojtjes pasi ishte vendosur ura në punë dhe ministri deri diku e përdori këtë rast edhe për të bërë një lloj bilanci të gjithë situatës në të gjithë vendin, duke qenë se kishin pasur përmbytje. Pra shpëtoi Shqipëria vetëm
se ushtria në këtë rast rregulloi urën në dispozicion. e gjyrës. 50 foto, 7 Tani është, minuta, video, të gjitha këto domethënë për një orë. Dhe kur e shikon një orë në këtë pozicion, imagjino çfarë ndodh me gjithë punët që bëhen në Shqipëri, në infrastrukturë, kudo tjetër. Ose me ato që nuk bëhen. Si dha Për më pak tepër. vëmendje urës së zogut se e kanë kërkuar për kohë. Po, është me një këmbë kështu. E drejtë. Me që me këtë vëmendje ndaj urave ta kishin spostuar pak. Po. Mos hidhni shishe plastike ishte thirrja e kryeministrit dhe një sulm ndaj gazetarëve që e kritikuan. Çfarë komenti keni për këtë? Po shikoj pak në fakt edhe tek podcastet e fundit që ka zhvilluar kryeministri dhe në rubrikën e tij që diskuton çështjet e javës, kishte thënë se diku tek 1/3 e tokave bujqësore është përmbytur dhe me thënë drejtën thonte që kjo është një numër shumë i vogël në raport me çfarë do të ishte përmbytur me qeveritë e mëparshme dhe Pra kemi progres. Sipas kryeministrit po, edhe ka qenë një fond prej miliarda euro, çerë miliardi ka thënë, edhe qeveria jonë është më efikase në menaxhimin e përmbytjeve, duke i dërguar këto fonde në kanalizimet dhe në pajisjet e ushtrisë dhe forcave ndërhyrëse. Sipas kryeministrit Rama ka gjithmonë këtë talonin që e krahason akoma menaxhimin që i bëhet situatave tani me qeveritë e mëparshme, edhe pse i është në mandatin e 4, edhe duket se e gjen këtë formë të kaluarës shumë më parshme për të justifikuar gjendje tani. Prandaj kemi 45 postime për urën e gjyrës. Kishte Sara. Po s'ka asnjë vendim Jo, 50, mos i humb. gjendje të jashtëzakonshme, asnjë vendim, kështu që. Çfarë do të thotë kjo? Pse hezitojnë edhe për ta ndarë me publikun që të shpallin gjendjen e jashtëzakonshme në këto situatë? Ne si kemi gjitha ekspertizat e mundshme, po duke pa edhe protestat që kanë bërë grupet e qytetarëve dhe grupime politike. Ideja është që nëse ti ke një situatë shpallur pra gjendje jashtëzakonshme me territore specifike, shteti merr përsipër të shpërblej për situatën e krijuar. Aktualisht është vepruar në tillë mënyrë që ja lë si detyrë për të numëruar ose konstatuar dëmet autoriteteve vendore dhe është një proces ongoing. Mbaj mend sepse e bëri paralelizmin e lira dikur, për shembull, qeveria e dikurshme, siç do thoshte Rama, një të gjë bënte. Pra, kishte raste që u përmbyt Shkodra dhe përmbytjen e fundit 2013-s, alas kishin marrë përmbytjeve të shkuarës dëmshpërblime. Dhe fatkeqësisht kështu po ndodh, domethënë mund të qelloj që të përmbyten sërish ata në Durrës dhe ende mos kishin marrë dëmshpërblimet e periudhës së shkuar. Dhe kjo ndodh vetëm sepse ti nuk e bër, mendoj unë paktën me këtë që ti nuk e bër aktet e duhura për ta menaxhuar situatën. Ndërkohë, një pikë referencë që merrte kryeministri ishte dhe fakti që katastrofa natyrore tashmë po ndodhin kudo, nëse keni parë videot e Stambollit, të cilat ishin shumë alarmante për ta minimizuar pak situatën që po ndodh. Bën filma dhe seriale dhe shkruajnë libra. Ndërkohë, po, është mënyra artistike e kryeministrit, ndërkohë për të thënë pak se edhe pse jemi një muaj më pas, banorët, paktën konkretisht banorët e ish-kënjetës në Durrës, të cilët unë i kam intervistuar, i bëra një telefon pak më parë se të hynim në podcast thjesht për të parë se si ishte situata, dhe njëri prej atyre, Lesh Lesha, një nga banorët i cili kur shkova në terren nuk mund të aksesonte dot shtëpinë dhe edhe intervistën e kryem jashtë shtëpisë tij, ishte ish vendosur në kabinat e kavalishencës, kabinat të cilat tani po përdoren edhe për disa banorë të tjerë, të cilët janë vendosur nga ura e Dajlanit përsëri në Durrës, si duket është një rezidencë qeveritare që po përdoret për të pastrejat ose për njerëzit që po i vendos vetë qeveria së fundmi, paktën po jep një funksion duke qenë se gjatë dimrit zakonisht janë bosh pasi përdoren vetëm. Pra nuk e lën bosh, krijojnë të pastrejë që U kujton dhe situatat e tërmetit, Po. që i morën njerëzit dhe i çuan ke hotelet me 5 yje, të cilat i dim se si i morën dhe zgjerimet e projekteve tyre për të shkuar deri te deti aty. Edhe propaganda për të ardhur te kjo që i shpaloste me video që ata njerëzit e shkret që kanë lënë shtëpiat aty Po shndron kushte të mira, sipas Po, sa mirë po mbahen, domethënë kjo ide këtu shkoi propaganda u përsërit domethënë kjo Për që ki
bashkuar ose për të shtuar diçka, me që kemi rastin e fundit që në infrastrukturë që ra një pjesë e malit në ktesat e Drogostunjës në rrugën Librash Brenjës para disa ditësh, dhe ajo çfarë më bëri përshtypje është mungesa e reagimit në aspekt emergjencës. Pra ti kishe një kolon shumë të gjatë me kilometra të automjeteve nga të dyja palët, nga të dyja anët e rrugës, duke qenë se ishte bllokuar, dhe aty kishe moshën e tretë, kishe fëmijët, pra kishe situata e emergjencës, dhe unë nuk vura re, paktën dhe çka po shikoja nga komentet, por dhe nga njerëzit që kishin qenë aty, përveç se ti mobilizove kompaninë që është për mirëmbajtjen e rrugës, që duhet, mendoj unë, duhet ishte kishte parandaluar këtë gjë, por gjithsesi nuk po i hyj këtij diskutimi, apo kompaninë tjetër që po bën punime në rrugë për zgjerimin, që janë kontraktor, pra ti mobilizove në aspekt për hapjen e rrugës, pra infrastrukturor, po në aspekt social dhe të reagimit të emergjencave, shteti nuk kishte gjë kundi. Ti nuk kishe as për të shpërndar ujë, as për të shpërndar ilaçe për njerëzit që mund të kishin nevojë, as për fëmijët nëse do kishin nevojë për diçka, duke qenë se kishin nga mosha nga më të ndryshmet. Dhe ose të lajmëroje përmes radiove ose telefonave që kjo situatë është e tillë dhe duhet të zbrapseni ose duhet të afroheni. Pra, mungesa e këtij komunikimi, po dhe reagimit të menjëhershëm në rast se ndodhin katastrofa të tilla. Nuk po supozoj të tjera më të mëdha, se ne kemi pasur rastin e tërmetit, edhe vendi ynë nuk është se është përshkuar nga shumë tragjedi sikurse ndodhin në vende dhe më të tjera që për shkak natyrore, dhe shoh që nuk ke një mobilizim të tillë dhe nuk din shpesh se si të reagojnë, përveç se ne informohemi përmes faqeve online të deputetëve të përfaqësuar. Te fatkeqësisht ne hasim edhe në situata të tjera. Ti përmend këtë rastin që është një rrugë kombëtare jashtë Tiranës, po ti e kishim dhe ky rast i zjarrit që ndodhi tek ish uzina, rruga 5 Majit, është ish uzina Dinamo dikur, domethënë. Zjarri shpërtheu aty dhe të gjithë ishin pasiv në sensin që thjesht po e shihnin nga televizori. Normalisht s'kemi çfarë i bëjmë në sensin e kësaj, por ajo tregon qartë që sa e papërgatitur është infrastruktura shtetërore për të përballë me këto situata. Dhe ku ndodhi kjo gjë, më kujtu rasti i asaj qendrës tregtare jashtë Tiranës, hyrje Tiranës, domethënë që mori flak dhe zjarri vazhdoi për ditë me tëra, domethënë patën edhe një viktim fatkeqësisht aty. Rasti konkret e mira ishte që ishte dy kapanone në fakt ishin jashtë. Dëmi material ka qenë jashtëzakonisht. Ishte shumë i madh, por po them ishte i jashtë dhe zjarri u shua brenda një dite pak, domethënë ditën tjetër, mëngjesin tjetër ishin thjesht rrënojat edhe tymi që po vazhdonte, po nëse do ishte një qendër tregtare mbyllur me qytetarë ndoshta brenda, po do ishte katastrofë. Dhe aq më tepër që neve jemi në këto situatat ku ty të ndodh kjo, sipërmarrja jote merr fund në sensin e gjës, dhe ti s'ke asnjë alternativë, asnjë ndihmë, asnjë mbështetje, asnjë përkraje në aspektin e shtetit, pra nëse ka një mundësi që ty të t'japi fjala vjen një bonus, një kredit but, një situatë për ta rimarrë veten, sepse bëhet fjalë për një pikë referimi për produktet, po them, jo ato elitare që janë mësuar deri tani, për ditëshmërisë që njerëzit mund t'i blenin me kosta dhe më të lira, dhe tani jemi këtë situatën që është shkatrimtare. Tregu në dorë të fatit, tregtarët për fat keq do duhet gjejnë mënyra tjera për tu rikëmbur. Duhet të thënë që aty ka pas edhe i mungesë standardesh të tregut, sepse gjithmonë në këto kërkimet hetimet i bëjmë nga pas. Po një gjë që funksionon shumë mirë në këtë vend, përveç gjithë këtyre tjerave që shkojnë keq, është zhvillimi. Brenda këtij muaji, çka kemi raportuar ne? Kemi një projekt për pallate, pra zhvillimi. Kulla. Edhe do ta analizojmë. Tash edhe këtu tek tregu është shumë fol pra. Po, kishte kulla. Nuk e di madje, nuk mund ta spekulojmë. Ama çfarë dim të sigurt? Kemi një projekt për akuadromin, pishinat e famshme të Tiranës, një pjesë e madhe jona kanë kalu fëmijërinë aty. Në 1 maj kanë qenë falas ato, ditët e tjera ne hidheshim nga muri kur kemi qenë. Tani shumë e bukur që ky projekti që kjo thira, kjo konkursi që është hap. Dhe jo më larg se sot ne kishim një përgjigje, sepse u interesuam për konkursin fjalë, se sipas datave tani do të ishte përmbyll dhe do të kishte konsultimet finale për kush janë projektet finaliste për gjën. Dhe nuk ka asnjë njoftim për këtë. Dhe institucionet që kanë marrë përsipër konkursin janë Bashkia e Tiranës, si pronare e një pjesë e Truallit aty që ka mbetur publik,
dhe Agjencia Kombëtare e Planifikimit Territorit, që e kanë bërë bashkë thirrjen pra për konkurs. Dhe ne ju drejtuam AKPT-s për të marrë informacione. AKPT-ja thjesht na ka përcjell ke bashkia, domethënë, që e jepin informacion juve kësaj medias. Dhe kjo tregon qartë që domethënë ose ka diçka që nuk po shkon te ky konkurs, sepse edhe herën e parë pra është hap 2 herë ky konkurs dhe nuk ka pas rezultat. Nuk ka pas sukses, në një farë mënyrë është minuar, nuk ka pas interesim nga studio ndërkombëtar. Do të thënë që është e vetmja zonë publike e mbetur në gjithë pa kulla. Po, pa kulla. Sa aty kemi një intensitet jashtëzakonshëm. Dhe dyshimi im është që kushtet e konkursit janë të tilla që duhen sabotuar, sepse një nga kushtet është që të ruhet simbioza, si thua, e mjedisit për të pas një njollë jeshile në atë pjesë, pra të ruhet ky ekosistemi në farë mënyrë dhe të jetë hapësira hapur me pishina. Base duhen ta sabotojnë këtë pjesë dhe të hiqet një nga këto kushtet dhe po një tjetër konkurs që funksionoi shumë mirë ishte konkursi për shtëpinë e fëmijës Zyberallulli. Pra ne u njohëm me projektin 3 kulla, jo pak, dhe zhvendosjen e shtëpisë fëmijës në një kompleks tjetër pak më në periferi të Tiranës. Ne ndoqëm fakt me Eldirën Tek Zhvila Xheman. Po. Dhe patëm dhe një diskutim me një zhvillues që mbante një qëndrim pozitiv me gjën, po nëse ne kemi qëndrimin ton që neve kemi çmtuar që për fillimit mënyrën se si korporata e investimeve po i jep zhvillim këtyre pronave publike. Dhe mënyra e zgjedhur është sikur shteti merr përsipër një rol agjenti imobiliar, nuk i intereson fare se kush jeton aty, çfarë bëhet aty dhe thjesht vendos me një trënd lapsit që kjo hetimorja nuk na duhet më këtu, nuk na bën punë, ta heqim nga këtu, ta çojmë diku tjetër. Debati ishte që ku është problemi, nëse këta fëmijë do zhvendosen në një zonë e cila është më periferike, po gjithsesi do t'i mundsoj struktura më të mira, me më hapësirë, me më shumë gjelbërim edhe me më shumë mundësi për ta. Dhe është gjithmonë kjo ide që nëse unë të ofroj kushtet, nuk ka rëndësi se ku të degdis, por e rëndësishme është që ty po të ofrohet siguria dhe minimumi. Ndoshta kushtet mund të jenë mesatare, po pse duhet të vijë në pikpyetje kur kushtet duhet të ishin që herët garantuara. Dhe nuk e marrin parasysh fenomenin e gentrifikimit social dhe urban të qyteteve, që gjithmonë shtresat të cilat janë më në nevojë detyrohen që të shkojnë në skajt e qytetit. Dhe qendrat e qytetit automatikisht mbushen me njerëz të cilët kanë më shumë mundësi ekonomike dhe përgjithsisht janë shtresa mbi mesatare apo oligark ndryshëm ndërtues të cilët zën hapësirën duke ndërtuar për njerëz të cilët do t'i kthejnë interesat e tyre të fitimit. Edhe ishte paka shumë është një qasje cila ka shumë diskutim, sepse njerëz ndryshëm e lidhin me zhvillimin e qytetit, i cili patjetër duhet të shkojë njerëzve që kanë më shumë mundësi dhe që kanë më shumë pushtet në sistemin ku jetojmë, por vetë gjithmonë një debat i hapur, pasi ka dhe grupime të caktuara mediatike apo qytetare, aktivistë që mendojnë ndryshe, po të ketë një logjik dhe argument. Po ti dikur argumente logjika nuk është se janë të përcjella, po për të kthyer ke kjo që ne pam konkursin dhe ke konkursi në juri mungonte Bashkia e Tiranës, që është për mua është edhe në më absurde gjës që ti po zhvillon kryeqytetin dhe nuk ke fare përfaqësi nga Bashkia e Tiranës, dikur ka qenë kryetari i Bashkisë Tiranës që merrte pjesë në konkurs. Që është vendosur në Durrës, do të themi. Dakor, por edhe me përfaqësues kryetarin e komanduar që ka qenë më përpara dhe tani në një farë mënyrë mbase nga që është rikthyer në detyrë mund ta thonë që mungon kjo prezencë, por nuk kishte asnjë njoftim të tillë, pra që nuk e kemi Bashkinë Tiranë në juri. E veçantë gjithashtu në konkurs ishte që gjithë propozuesit propozuan të kish jetimorja tashmë mund ta themi si ish, kulla, 3 kulla. Të gjithë. Pra as 4, as 2, as 6, e kishin si thosh normën e caktuar. Stefano Poleri shkonte deri në 45 katë. Projekti fitues është me 3 kulla nga 20 deri në 35 katë. Dhe vetë juria pra me prezencën e kryeministrit dhe shumë vendosi që gjithë propozimet nuk ishin të sakta në shpëtim, po, sepse asnjë nga studiot nuk i plotësonte të gjitha nevojat e mundshme edhe për shtëpinë e fëmijës që do shpërngulet që aty, edhe për zhvillimin e... Pra duhet të themi që edhe në këtë rast kryeministri ka menduar për ne. Pra ka marrë më të mirën në të 2 projekteve, do të na vërtet. Stefano Poleri si po e menaxhon gjithë të fluks projekte që kanë dorë, se Blu Borgon nuk e dha, jo, nuk e fitoi. Pyetje tjetër. Ka zyra në Tiranë dhe gjetë. Ne gjetëm një tjetër kull, pra në morinë e kullave, që po ndërtohet në një hapësirë që është shumë interesante, pra
nëse ka 3 institucione, afër të cilave ti duhet të ruash një lloj qetësie, distancë, në fakt mund konsiderohet që janë dhe 4, pra kemi një çerdhe, një kopësht, një qendër ditore për personat me nevoja dhe probleme të shëndetit mendor, edhe një shkollë dhe një mozaik institucionesh të edukimit dhe të shëndetësisë pak a shumë. Dhe midis këtyre kemi një kull, sa kate? 20 kate, që do të ngrihet aty pra për 5 vite do kemi koncert te zona e 21 dhjetorit. Nga gjetje të shumta që kemi bënë për çudirat urbanistike në këtë vend, si rendit ti Lira këtë? Po mund të them që është aty kokë më kokë, si do ta cilësoja edhe me 2 raportimet e fundit që ne kemi bërë për Emin Dorakun, sepse edhe aty po ndërtohet një kull e cila është ngjitur me shkollën dhe gjithashtu me një majnë, me rastin e një majnë, sepse edhe aty po ngrihet një kull 19 kaçe e cila do të uzurpojë edhe oborrin e shkollës. Paktën deri tani me çfarë pamte rasti 21 dhjetorit nuk është se ka cënim të hapësirës së objekteve. Ndryshoi edhe fasadën. Po i ka ndihmuar që të ndryshoj fasadën, t'i bëj disa ndërhyrje, si për shembull kishte ndërtuar si kishte siguruar një kondicioner apo kishte dhënë ca materiale esenciale. Kjo është Kur sa mendoni që është e largët dita kur do kemi një shkollë në kull? Këtë do edhe si Gallata çfarë pra që tash mund të kishim pishina me kull, a kupton? Kemi stadiumin me Te kull. lagja ku unë banoj kemi kopshtet në pallat, kështu që nuk më duket shumë e largë. normalizuar tani në mënyrë normalizuar. Ti ke myslím shyrë që ke edhe një qendër shëndetësore poshtë një pallati, kështu që mund të bëhet edhe një kull nesër me një qendër shëndetësore me një. Dhe pastaj qendra shëndetësore shkon te podcasti i Ramës edhe e promovon. Qendrat estetike shkojnë. Si do të qenë politika tani kjo është, politika e zhvillimit, do i kesh gjitha bashkë. Kështu që një ascensor larg. Kemi premtuar që kemi rubrika në podcast. Përpara se të kalojmë te rubrikat, në këtë muaj kaq të zymt kemi një zhvillim pozitiv. Sazania. Jo. Sazani, mbase nuk e di për kë mund të jetë pozitiv. Për ata që Po, se ka hydropower të riqet nga një padi për cënim imazhi për 2 zotrinj të moshuar që kanë disa vite që protestojnë për çështjen e zallgjosit. Kanë qenë 3 banorë në fakt, 2 të zallgjosarit dhe një tjetër nga fshati Lufa i Mirditës. Kjo është një tjetër padi, sikurse kemi përmendur edhe në podcastet e tjera që konsiderohet si padi slap. Çfarë ndodhi? Kush do Përdor për intimidim. Në fakt padia u hodh nga, domethënë, ishte nga kompania Sega Hydropower kundrejt 3 banorëve për faktin dhe për arsyeën sepse sipas kompanisë, banorët gjatë deklaratave të tyre për shtyp, por edhe në media dhe gjatë protestave po ashtu kishin shpifur, kishin ofenduar, fyer kompaninë. Në seancën e parë u bë e mundur që të kryej një lloj pajtimi, pra konsiderohet si seanca e pajtimit që pa shkruar ende në proces gjyqësor, ti shikon ku shndrojnë palët edhe nëse ato kanë ndonjë mundësi të pajtohen. Kompania kërkoi që banorët kërkojnë falje, banorët nuk pranuan të kërkojnë falje dhe si të tillë vijoi procesi. Mirë po ajo çfarë u vure është fakti që kompania bashkë me përfaqësuesit e saj, ligjor ose jo në këtë rast, duke qenë se herën e parë kishim vetëm përfaqësuesit administratorët e Që u vetë mbrojt. Po, bashkë me avokati që ishte goxha i mirë në thojza në kuptimin se ishte i njëjti që mbron edhe Belinda Ballukun në çështje të tjera. Jo, kishte një lloj stepje edhe nga banorët me idenë që mbrojtja e tyre është më e mirë, gjithmonë banorët Çfarë ndodhi pastaj? në faza të tjera. Ata nuk erdhën më në takimet e radhës në procesin gjyqësor, kështu që gjykata vendosi që ta pushojë çështjen. Pra bën ndërmjetësimin, kërkuan lek të ndërmjetësimit. Falje, nuk ka falje dhe kështu që ata e ndaluan. Përpos faktit që banorët i kishin hyrë këtij procesi në mënyrë shumë serioze për të mbrojtur dhe për të cilë gjithë faktet e tyre. Ata vetëm gjë që kërkojnë është aksesi ose pasja, mundësi të shijojnë lumin edhe të kenë mundësi po ashtu që të zhvillojnë bujqësinë dhe blegtorinë në zonat. Po është një lajm pozitiv, do thonë, që ata nuk janë më të padijshëm. Historikun e padive slap edhe të banorëve të tjerë, përmend Tudët Kaçinari që po ashtu pati një pushim të çështjes, e njëjta rast edhe këtu që kompania që ndërtoni hidrocentralet ka paditur banorët për shkak të deklaratave të tyre publike, duke konsideruar si shpifje, fyerje, cënimi integriteti, imazhit të kompanisë etj. Dhe kështu që gjëja e keqe është që po regjistrohen raste të tilla padish si slap, që më përpara nuk kanë qenë kaq të po themi kaq popullore, kaq të shpeshta. Kanë qenë kryesisht ndaj gazetarëve që kanë
raportuar apo investiguar për çështje të caktuara, por jo drejt për së drejti ndaj komuniteteve. Në këtë rast kemi paditje e komuniteteve, por edhe po themi pushim të tyre në të gjitha rastet, paktën që un kam raportuar ose nuk di të ketë raste të tjera. Një nga rubrikat që ne kemi vendos sjellim në podcast, kjo ishte mbas një procesi të gjatë të reflektimit, diskutimesh, idesh nga ana jon, ka qenë 10 komentet më interesante të javës. Pra, ne kemi vazhdimisht aktivitet në rrjetet sociale, njerëz që zemërohen, zihen me njëri tjetrin, por ka dhe komente shumë të rëndësishme që kjo dhe për të thënë që ne I lexojmë të gjitha komentet. Pra, nuk jemi nga këta gazetarë dhe nga këta njerëz që nuk na intereson çfarë mendon publiku jon. Unë kam përzgjedh për disa nga çështjet që ne folëm në këtë pjesë të parë, një seri komentesh. Për shembull, artikulli për kullën 24 që thamë është tek Kopshi, tek Nisenishi. Një zotëri me emrin Ergi ka thënë, po ja se do pyesë njëri portalin tuaj. Kjo është komenti. Çfarë thënë ti aty? Ha, shpejt. Këto do të paraqes herë tjetër, herë. Ai tani nuk e din që se do na pyesin apo jo, se ne edhe na kanë pyetur për rastin e fjalë, por që ne mund të themi që ne nuk vendosim për fatin e ndërtimeve në qytet, por ne ndikojmë opinionin publik më aq sa mundemi për çfarë po ndodh në qytet. Që njerëzit nuk mund të thonë nesër që ne nuk e dinim këtë gjë që ndodhi, edhe pse për shembull me të drejtën për kullën që raportuam, kur shkova për të pyetur banorët, kishte një lloj, ndoshta nuk e di ta përcaktoj nëse frikë apo indiferencë, besoj më shumë e parë se sa e dyta, po pasi publikuam materialin pam që kishte shumë komente të njerëzve që ishin shqetësuar apo prindër që thonin që kemi. Mësuam disa histori. Mund të shtoj diçka sa që thotë Elira. Komenti tjetër, një dikush tjetër thot, vende pune hapen o plera. Dhe komenti I tretë thot, Te njëjta video, një kull 100 milionë euro duhet të ndërtohet patjetër, mos bëni protesta tip gazetarie. Okej, atë them të për mënyrën si kemi Marshkas, raportuar. kemi bërë videon që ishte për tek Emin Duraku. Dhe ishte një nga ata djemtë aty që merrte pjesë si opinionist, pra të thonte opinionin e vet, thoshte ka ikur ideja e lagjeve, e konceptit lagjeve, njerëzit që po rriten sot janë asocial, pa komunitet. Dhe du të them këtë që pikërisht detyra jonë është për t'i nxit dhe për t'i vënë në dieni që kanë pushtet banorët. Banorët mund bëjnë diçka që t'i ndalojnë këtë politik paktën të zhvillimit, që askush mos kalojë më duke pa I pyetur si do ta zhvilloj këmbën e. Pa I pyetur fare, për shembull një zonë që mund të ishte për rekreacion, bëhet një pallat, bëhet një strukturë tjetër, po ti mund t'i pyesësh të banorëve çfarë keni nevojë. Sa ato banorë mund të kishin nevojë me pas një çerdhe më të mirë, një kopësht më të mirë, një shkollë edhe më të mirë. Dhe ne ndërkohë diskutojmë nën tavolinë do të kishin dashur një kull, po gjithsesi duhet të jenë pjesë nën tavolinë që të mbaroj një herë kulla, pa ato do të shemin. Po tash kjo është e gjitha. Ti investon 100 milion, po. Vërej që njerëzit, qytetarët përgjithsisht që komentojnë, janë shumë të egër kur ndodh një gjë përtej tyre, përtej shtëpisë tyre, avllisë tyre, komunitetit tyre. Momentin pra ndodhi në një lagje tjetër, më mirë të bëhet aty. Momentin që ju vjen fadroma ose një ngjarje tjetër, I bëhet kantieri ke shtëpia vet. Aty thotë jo se shiko se kjo është problem, domethënë nuk ka një lloj sensibilizimi ose solidariteti me problematikat që në fakt na përkasin gjithëve, se në një qytet jetojmë dhe në mos sot nesër fati mund të jetë I njëjtë. Do jemi të gjithë në radhë. Nga rubrika komentet më interesante të muaj. Protesta dorëzoni Ballukun, po duhet marrim një zile. Protesta dorëzoni Ballukun. Një mëngjes pritej që Këshilli I famshëm I mandateve të mblidhej për të shqyrtuar kërkesën e SPAK-ut për imunitetin e zëvendës kryeministres në detyrë ende Belinda Balluku, I grup qytetarësh, aktivistë, qendresa qytetare, drejtësi sociale, aktivistë tjerë, u mblodhën dhe simbolikisht I hodhën një 300 çelësa përpara Këshillit të mandateve. Unë çova çelësa, nuk I hodha vetë, se isha I zënë, po bëja fotografi. Dhe dikush komenton këtu, pra ky është, e kam zgjedh këtë thread komentesh se është tipike e asaj që komentohet në rrjetet sociale. Një qytetar me emrin Raimonda. Bravo, njerëz qytetar, ky është një tmerr I vërtet. Dikush I bën reply dhe I thot, ky është IPD. Dhe një përdorues I tret me emrin Piede Amaro
këmbë e hidhur, Po. ka shkruar dy Ester. fjalë Tim Plota që thot fillut ju 3 pika. Me këta e ka komentuar. Po, ka me këta të dy, që thot dikush ngre problemi, tjetri thot ky është i PD-s dhe këtu fillon zagonisht. Kujt je? Po shumë mirë, që Mungon në një komenti tipik qojen spa. A ishte ndonjë nga ju aty i PD-s? Unë jo për vete, e besoj edhe të tjerë, po, që kanë qenë aty. Edhe po, tishin. Po pikërisht edhe po tishin s'ka ndonjë gjë. Një tjetër seri komente shumë interesante, tani do flasim për atë dekriminalizimin e shpifjes që ti me zor po prisje, është një përdorus Dimitri. me emrin Hello Zero. Thot, do më thonë të shpifësh dhe të vësh gjoba, si që kanë zakon media që përdorin këtë metodë mediatike do lejohet. Dikush tjetër komenton, si mund të kërkosh të dekriminalizosh shpifjen dhe fyerjen. Dhe një tret tek video e Erisës, që praktikisht shënon edhe qëndrimin tonë editorial për çështjen e dekriminalizimit të pjesëshëm të shpifjes, siç vendosi që ta bënte kuvendi jonë i nderuar, thot fol një shqip o njerëz o gazetare. Tani më qenë se kemi këto 3 probleme. Pra, kemi njerëz që mendojnë që tani askush nuk do dënohet më për shpifjen. Kemi njerëz tjerë që e kuptojnë këtë si gjë të gabuar dhe dikush tjetër që shqetësohet për shqipen. Unë mendoj ta nisim nga Aja. Çfarë Aja. është dekriminalizimi së pari? Pastaj diskutojmë për Nenin. Dhe këtu jemi, ju prezantojmë rubrikën, si quhet rubrika? Me fjalë të tjera. Me fjalë të Kota tash. fjali me fjalët e reja. Pra, do flasim për shqipen, gjuhën shqipe dhe fjalorin nga Erisa, që duhet thënë që është njëri shumë i kujdesshëm për gramatikën, na korrigjon gjithmonë. Tani do ketë mundësi t'ju korrigjoj dhe ju. Të tjerë do mendonin ndryshe se unë korrigjohem gjithmonë, po tani duke parë nevojën për të shkruar mirë shqipen, po ashtu duke qenë se erdhi në diskutime sipër edhe fjalori i madh i gjuhës shqipe, së fundmi online, që është një punë shumë e vyer dhe po ashtu një punë shumë e madhe, duke pasur parasysh që gjuha nuk është një gjë e ngurtë që nuk ndryshon, por me kalimin e viteve dhe me ndryshimet dhe po ashtu me ndërhyrjet me fjalë të reja, fjalë të huaja, është e nevojshme për tu përditësuar. Por pa shkuar aty, doja të lexoja fillimisht dekriminalizimin, si e përkufizon fjalori i gjuhës shqipe. Dekriminalizim, veprimi kur dekriminalizoj dikë, heqja e ndëshkimit kriminal për një veprim ose për një sjellje. E kundërta e kriminalizimit, që është ndërimi apo kthimi i dikujt në kriminal, shtimi i akteve kriminale, kriminalitet. Procesi i dekriminalizimit, ligji për dekriminalizim. Dekriminalizohem, më hiqet statusi i ndëshkimit kriminal për një veprim apo për një sjellje. Duhet të pastroj veten dhe të dekriminalizohem. Pra, deri tani ne jemi të dekriminalizuar deri në momentin që ndoshta në këtë Nenin 120 të kodit penal nuk e ndi si na shkon puna nëse futemi në regjistër apo jo të gazetarit. Shpresoj. Për të kaluar në Tani ne nuk diskutim jemi në tani. asnjë regjistër, kështu. Jemi kriminal, pra, Ende si në- mi dekriminalizuar. Po, Jemi ne nuk regjistrat e mund. bashkisë. Ne kemi qenë Çfarë është e rëndësishme këtu për të? dekriminalizuar. Tani nëse ne futemi në këtë kodin e ri penal që ka pasur tikut e 50 ndryshime, mes tyre dhe Neni 120 që ka të bëjë me shpifjen. Çfarë do të thotë kjo? Pra, nuk do të thotë që shpifja kur dekriminalizohet nuk dënohet. Pra, hiqet nga kodi penal. E pra, do hiqet nga kodi penal, por ndërkohë gazetari ngarkohet me detyrimin për ta treguar që ka pas një vullnet të mirë duke bërë pyetjet e duhura, por nuk ka pas informim të duhur për të nxjerrë rezultate idenë e Që edhe kjo është fut një lloj subjektiviteti. Po, e detyron që t'ja burime. Nëse E detyron që të t'ja dhëna që burime. unë sjellja të duhura, Nëse ne po shkojmë drejt një projekti, për shembull që po e kërkojmë një resort që po ndërtohet në Puzdetit, dhe neve kemi dyshimet që po bëhet në shkelje 1 2 3. Dhe ne raportojmë për këtë gjë, në bazë të disa burimeve që na vinë në mënyrë konfidenciale dhe ne duhem t'i ruajmë. Neve na pa ditë për shembull kompania, thot ju po shpifni për ne. Nëse neve do shmangim pra me këtë kodin shpifjen, ne do duhem që në gjykatë të themi kush është burimi jonë informacionit. Po. Kush na e tha neve këtë gjë? Pse neve kishim mirë besimin tek informatori ynë. Të japim përpjekje që kemi bërë Po, gjatë shkrimit. Pra, në këtë mënyrë ne thyem kodin ton të Një nga standardet kryesore është që gazetari nuk është i detyruar në çdo lloj Po, rrethane. kjo e mbrohet edhe me kushtetutë, me Burimi, gjykatës, me konvenat drejta e lirisë së fjalës e tjerë. A na çon kjo deri diku edhe për përcaktuar
punën tonë, pra duke na futur në këtë regjistrin, nëse do jetë, se duke parë diskutimet që u bën në komisionet, paktën nga zoti Taulan Balla apo dhe nga deputetë të tjerë, për të futur një regjistër, jo çdo kush që ka një badge mund të quhet gazetar, askush nuk mund ta bëjë këtë. Jo çdo kush që ka një mandat mund të quhet deputet për shembull. Po në këtë rast i kemi dhënë votat, i kanë marrë, po janë shumë. Ja. Unë ai kam as lexues. Ne kemi 200.000 views. Jo, ka një lloj intimidimi ose mund të jemi më të prekshëm ndaj padive, qoftë slap, por edhe ndaj intimidimit të tjerë. Kush strukturë do të Besoj përcaktojë që regjistrin? Bede Taulan Balla. Po, nuk ka një kuadër ligjor, aty thuhet do rregullohet sipas ligjeve në fuqi, por ne nuk kemi një ligj në fuqi ende për të Shtron terrenin për një rregullim që çuar drejt atij drejtimi. Në kontekstin tonë edhe unë gjykoj që është i rrezikshëm. Pra, një qeveri që përpiqet që t'i hesht gazetarët, t'i përndjek ata gazetarë që janë të pavarur, tani përpiqet t'ia bëj vetes më të lehtë këtë gjë, duke i gjurmuar lehtësisht dhe duke ngushtuar lirinë e shqitur shprehjes. si një masë e cila po implementohet për të na përafruar më shumë me direktivat e Bashkimit Evropian. Nga qeveria po shihet si një masë e cila do na mbrojnë, sesa një masë e rrezikshme. Kanë qenë vetë gazetarë dhe organizata që kanë ngritur këtë lloj awareness për Po, gazetarët, organizatat, gjithë procesi i konsultimit nuk ka kërku këtë formë të dekriminalizimit të shpifjes që është i pjesëm, ka kërku dekriminalizimin e Po, sepse ka shumë nga njerëzit që kanë menduar që e kanë keq kuptuar duke menduar që me dekriminalizimin e shpifjes tashmë ne jemi të mbrojtur dhe mund të shkruajmë apo të shprehemi në çfarëdo lloj forme. Duke thënë shpifje si komentues. Po fillimisht kur janë bërë takimet dhe tryezat e diskutimit nuk është rënë dakord për këtë kod ose për këtë nen që u miratua më pas te kodi penal, ka qenë një dekriminalizim i plot. Më pas u fut në proces. Çelja tipike e qeverisë tonë që t'jep një letër sipër tavolinës dhe mban një tjetër poshtë tavolinës dhe kur vjen puna për të votuar ditën e fundit nxjerrin atë letër që kanë poshtë tavolinës. Votat i kanë rënë dakord dhe janë kryer gjithë konsultimet publike se paraprakisht janë kryer me aktorët e interesit. Fjalë tjetër. Ajo çfarë kemi vënë re është se shpesh herë duke qenë pjesë e medias, mendoj që në televizion edhe më shumë, por edhe ne që jemi pjesë e medias së shkruar, për tani më duke qenë se dalim edhe përmes videove tona, jo gjithmonë jemi korrekt me mënyrën se si e trajtojmë gjuhën shqipe. Edhe shpesh herë na ndodh që na komentojnë këtë fjalë e ke përdorur gabim. Edhe unë marr shkas nga një koment në një podcast që kisha bërë pak më herët Zëra, ku kisha të ftuar një urbaniste dhe po flisnin për mënyrën se si ka ndryshuar qyteti. Edhe unë në fjalën time i drejtohem përmes zgjedhimit jo të duhur të një foljeje dhe në këtë rast ishte unë pra i drejtohesha të intervistuarës që po më thoje që vjen nga një zonë që vitet e fundit ka pësuar një bum të dyndjes së qytetarëve. Në këtë rast po më thoje e kisha përdorur gabim. Si mendoni se duhet ishte? Po më theshnje? Po më thoshe. Në fakt, nga që në përditshmëri kështu e përdorja dhe nuk e kisha vënë pikpyetje asnjëherë, po një prej zonjave në mënyrë shumë të dashur sigurisht, po më thoshit o gazetare, jo po më thoj dhe më duket ndonjëherë që kur të drejtohen kështu o gazetare, më duket një peshë shumë e madhe mbi shpatullat e mia, sikur kanë bërë një krim, ndërkohë që thjesht ke gabuar, patjetër kjo është një gabim që duhet korrigjohej, po kur të thonte këtë fjalën që ka një peshë shumë të madhe që ti duhet të jesh shumë e kujdesshme. Në fakt folja them është e parregullt, kështu që është edhe më e lehtë për të bërë këto gabimet në zgjedhje, kështu që duhet po më thoshe. Po më thoshe. Unë të thosha, ti më thoshe, ajo më thoshte. Unë të thosh kam. Unë jam person më i gabuar në redaksim për sektor, kështu që do i minimizoj. Dhe ajo çfarë vura re është edhe për të bërë një lloj autokritike mes njëri tjetrit, por të përmirësuar gjërat e reja në këtë, po themi në këtë rubrikën e votë. Do bëjmë fjalë të reja në punë. Kështu që po, edhe si kemi përdorur gabim edhe si duhen përdorur. Kështu që marr rastin e artikullit të fundit që unë kisha, po e nis nga vetja, pastaj për të kaluar tek artikulli tuaj që mos ma merrni kështu. Jo, nisem me tonë. Bishaka. Tek artikulli dekriminalizimi i pjesëm dhe rreziku i statusit të gazetarit për shembull, kemi përdorur një sër fjalësh që janë edhe të huaja ose akronime që ne nuk i
shpjegojmë. Dhe ndos që nuk i shpjegojmë sepse i kemi përdorur disa herë në artikuj të tjerë dhe na është rrahur vesh. I din vetë na duket sikur i din Nuk është e nevojshme t'i shpjegojmë. Për shembull kishim përdorur fjalën freelance, që janë gazetarët e pavarur, që nuk janë pjesë e një entiteti bashkësie, një media, një organizate. A është fjala freelance në ka një përkthim zyrtar shqip që është pjesë e fjalorit të madh? Gazetari i pavarur mund të jesh edhe duke qenë brenda një media, po je gazetari i lirë, Nuk ka të bëjë me statusin e Gazetari punësimit. Trafi pa punësuar nuk është do sepse mund të ketë një kontratë. Po i lirë, Gazetari i si lirë. profesioni i lirë. ndërkohë edhe kur je i punësuar mund të jesh i lirë sepse lirja është koncept më pas. Ose mund të mos jesh i punësuar dhe të mos jesh i lirë. Gjësa më e madhe gazetarëve. Përgjithsisht je në varësitë e Mund të jesh i varur dhe jo i lirë domethënë. Atëherë mund të jesh një ndodhin të sekondë. Mund të jesh i punësuar dhe i lirë. Ky është varianti i parë. Mund të jesh i punësuar dhe jo i lirë. Mund të jesh Jo i punësuar dhe i lirë. Jo i punësuar dhe i lirë. Mund të jesh dhe jo i lirë dhe jo i punësuar. Por shqipja është për ne. Ku shndron atëherë gazetari? Nuk i kemi për sa Themi me çmimin. Jo, Atëherë bëjmë me tre. Mund të jesh i punësuar, i lirë dhe i shtrenjtë. për freelance që është Të njohur, adaptuese për jo. tregu. Në fakt edhe organizatat e medias ose unione nuk e Po kanë pikërisht se parë shqipja është çik kështu, nuk e ka fjalën e saktë. Po në këtë rast duhet jo, në Po. këtë rast duhet një lloj Post përshtatjeje, se ti duhet ta përkthesh dhe ta përshtatësh me rastin me Po si do e përshtatet ti pra ja, Ja, ta shohim me çmimin i shtrenjtë apo i lirë. Mendoj që gazetari i pavarur është pak më okej, megjithatë ky është mendimi im, nuk ka. Një tjetër fjalë që kishim përdorur ishin e përmenda edhe më herët, padit slap. Ne nga që e përdorim vazhdimisht në artikuj edhe nuk japim, duke qenë se është akronim, nuk japim më një shpjegim. Strategic lawsuit Against public participation. Se ndoshta do ishte një përshtatje shqip. Padi që synojnë të bëjmë presion mediave ose aktivistëve, po që ne shpesh e bëjmë, po në këtë rast nuk e kishim bërë. Një tjetër, duke qenë se kisha përfshirë dhe organizata dhe unionet. Ne e përdorim shpesh, edhe vetë në Shqipëri është Unioni i Gazetarëve për shkak bashkësi. Nëse ne shkojmë tek fjalori, shohim që është fjala bashkim, domethënë. Po. Veprimi kur bashkoj dikë a diçka me të tjerë apo kur bashkohen, pra ka një lloj njësimi, puthim, quhet puthitje, puqje, lidhje, e kundërta është ndarje apo veçim. Pjesë e parë e emërtimeve të pathjeshta për disa organizata politike, ekonomike dhe shoqërore që përfshin anëtarët sipas veprimtarisë, profesionit, Bashkimi i Gazetarëve. Pra nëse do t'i përmbajshim korrekt gjuhë shqipe do ta kishim jo Unioni i Gazetarëve, por Bashkimi i Gazetarëve. Një tjetër koment që pam tek artikulli i fundit që kishim të bënim me Te videoja. Tek po, video. tek videoja. E ishte fjalë personazhi. Zvërneci. Se për shaka. Kishim një koment aty, E kishte thënë Elsa, jo habitatu, Habitat. por banim, mjaft më me shkatërimin e gjuhës. Okej. Një tjetër Dhe po na koment shkatërrohet zvërneci. është në të gjitha fushat dhe sidomos arsimi media duhet të jetë kërkuese për ta ruajtur gjuhën. E vërtet. Një tjetër koment që pason është televizioni dhe gjuha e politikanëve në fakt që po e bastardon të folurën shqipe. Jo, në rregull jemi Edhe ky ka ne. përdorur fjalë të huaj në fakt bastardon. Shqip. Ta bëj search. bastard. Ta kërkojmë te Habitati fjalori. duhet të jetë Fjalori i madh shtëpi. i gjuhës shqipe. Tani, habitati në fakt ishte përdorur nga personi që shkencore. ti kishe intervistuar, kështu që nuk ishte përdorur në artikull ose në video në titra. Në fakt ne kemi mësuar që është në Jam për të biologji. kufizimin, sepse mendoj që njeriu kur fillon dhe shprehet gjen terma që mund të përshtatet sa më shumë Më emocionin, popullor. ndjenjën dhe mendimin që ka, Patjetër. dhe nuk është e thënë që ti duhet mendosh se si do ta shprehun në brendësinë time me termin e dur gjuhësor. Kështu që unë personalisht jam për një hapje më të gjerë Në këtë rast ti formulim, do por jeshe që ka dhe intervistuar, njerëz por në rastin e medias mendoj që ka dhe përgjegjësi. Ke një përgjegjësi për të shtesë. ruajtur- Ose ja për personin që Po, në këtë në shprehur shpikë në është okay, video. po ti si media përpos informacionit ke dhe të drejtën dhe përgjegjësisë por edhe të edukimit, kështu që Pyetja duhet të jetë kuptimi. Patjetër, A është por më i saktë, më i mirë kur neve përdorim habitate mua në fakt apo kur përdorim për shembull po. shtëpia natyrë. Ja, të Ktu është shpjegoj. thelbi mendoj unë se mua cila habitat në këtë rast nga e intervistuar mu duk korrekte, sepse po flisnim për habitate shpendësh, gjallesash dhe ne edhe në biologji e kemi mësuar Si habitate gjë shkencore. ujore, po, habitate ujore, Jo habitate shkencore, malore. ndaj fjalëve të huaja Po. përgjithsisht latinisht. Kështu që janë në këtë të pikë, dhe nuk kanë një si që shpreh në shpar. kur po kërkoja fjalën habitat, më dolën rezultate të ngjashme dhe këtë nuk e kisha lexuar më përpara, që ishte habitan, habitaik. Kjo është e fjalori i ri, dhe kishte të bënte me atë ose ai ose ajo që mbetet e habitur ose e hutuar nga diçka e papritur. Hutaqe, e shashtisur, guhake Jo, thot dhe mendje hap. habitan. Po,
Habitant. Habitant. Se thoshe. Ai është një fjalor shumë. Habitant dhe habitajk. Kështu unë jam një habitajk. Po. Do ishte. Të nuk e kisha quar asnjëherë. E kam fjalën në përdorim. Të gjuhës shqipe. Shumë interesante kjo. Kishim një tjetër artikull që fliste për ligatinat dhe pse janë të rëndësishme për biodiversitetin dhe klimën në Shqipëri dhe kishim të përdorur klimën. Këtë më shumë e solla se si ne e përdorim edhe klima, climate nga anglishtja është një gjë e ardhur që Ka tregon njerëz që tërësi kanë të mendime të kundërta. dukurive meteorologjike dhe ne kemi përdorimin e motit. Pra nëse shkohet te fjalori, klima kishte një fjali që përkufizonte ose shtjellonte dhe pastaj fjali sinonime ishte moti dhe kur shkohet te moti kishte një shtjellim më të gjerë. Po jo, se këtu ka i gjë, se këtu po ndërhyj. S'ka gjë për ndryshim. Klima është tjetër. Jam unë moti moderator, është jo tjetër. zotëri. Pse Ka gjë klima për është shpjedim. një bashkësi të dhënash të motit në kohë. Pra si ka ndryshuar moti me, po them unë, 10 vitet e fundit. Dhe ajo përbën mesataren e përgjithshme të kjo është klima në vetvete. Pra është ndryshe nga moti si mot. Po edhe moti është një gjendje e atmosferës në një kohë apo në një Jo, kushtet Po të bëjmë një podcast kështu për meteorologjinë. Jo, se kemi bërë ca trajnime me Izraeli. Kemi dhe 3 rubrika. Erica. Ishe te konferenca. Kështu që ke, në qoftë se ke një fjalë të Jo, doja fundit, t'ju nxjerrja disa të dhëna, jo, më shumë shprehje që ishin shumë interesante tek moti. Moderator që Nëse e keni përdorur. përgatitur kolegja. Jo, unë vetëm këto të dyja kisha Këto përshkruar. janë për presion, se nuk i kam përdorur fare. Që rrini urë që ja lexova edhe këtë. Ja t'ju ndaj një. E kthen gëzofin si të jetë moti. Do më thënë si pas interesit të vetë personal, pra e kthen qasjen, sjelljen, Si të jetë rasti. sjell sahati, nuk sjell moti. Do më thënë gjërat që të ndodhin brenda një momenti caktuar, brenda një ore të caktuar, mund të jenë nga më të këqijat, fatkeqësitë e tjerë që ti për një periudhë kohë të caktuar nuk i ke, do më thënë. Kështu. Unë zi moti u vrejt dhe unë po ju lëm kaq. Për terma të reja. Rubrika e Nëse keni fjalë të tjera që i shikoni që i përdorim gabim, mund të na komentoni dhe ne i sjellim për ti Do i marrim vetë këtu. korrigjuar Po, si në përdorimin ton. Si na sheh bota. Kështu e lam emrin e rubrikës tonë të re? Po, Pra, kështu jam. mund ta shpjegosh vetë. Duke qenë se shpesh herë mendoj që ngjarjet që ndodhin në Shqipëri kanë një botë kuptim tjetër për qytetarët që jetojnë këtu dhe qytetarët që jetojnë jashtë duke parë Shqipërinë nëpërmjet medias dhe lajmeve, titujve të artikujve apo videove që qarkullojnë krijojnë një ide tjetër. Dhe mendova se sa shumë ndryshon perceptimi i njerëzve jashtë për ndodhitë që ndodhin në Shqipëri. Kjo ide më lindi tek protestat e fundit të opozitës, të cilat në pamjen e parë duken shumë të dhunshme dhe agresive Edhe në dhe pamjen e ishin dytë, po. realisht agresive. Por se u dëmtuan por- disa policët, kështu që. Po, edhe gazetarë, domethënë patën disa Situatën me situata gazin e cjellit. Po, Gazin e skaduar. Po nga që nuk kanë sjell asnjë ndryshim në sistemin politik, prandaj thot në pamje të parë. Po, S'na bëjnë më përshtypje. në pamje të parë, po, ky faktikisht ishte edhe qëllimi. Në pamje të parë edhe në të vërtetë ishin goxha të dhunshme, por në bisedat midis njerëzve apo ajo që perceptohet nga qëndrimi politik që kanë shqiptarët kohët e fundit, i shikon me një lloj neglizhence dhe kur shikon një bum komentesh të cilat të vënë duke që në Shqipëri po ndodh një ndryshim politik, ti thua që wow, sa mirë që ishte i vërtet, sepse realisht kur je këtu dhe jeton për dishmërinë, nuk e ndjen se po ndryshon diçka politikisht. Dhe vendosa që të shikoj pak se si trajtohen protestat e ndryshme në mediat ndërkombëtare dhe kam marrë disa tituj të mediave të ndryshme siç është Al Jazeera, Euronews dhe pamje të cilat siç e thash edhe më parë, janë me zjarr, me gjithë momentet e frikshme që ishin gjatë protestës. Përplasje gjatë protestave anti-qeveritare në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë. Këto ishin disa nga titujt, ndërkohë që ishte shumë interesante që të shikoj edhe qëndrimet e ndryshme të njerëzve, të cilët komentonin, për shembull në një video të një media italiane, shumë njerëz kishin komentuar italiani prendete esempio, pra italianët të marrin shembull nga Shqipëria se si bëhet revolucioni, ose il nostro governo li ha dato quanti soldi per i centri di accoglienza. Pra, sa lek i ka dhënë qeveria jonë, qeverisë shqiptare për qendrat e Pritjes. gjatrit, Pritjes. praktikisht
është komenti që referohet, domethënë që kujt ja ka mirë besuar këto qendra duke qenë që është kjo atmosferë në Shqipëri. E pa qëndrueshme. Është situata, edhe in Italia tutto bene, dai. Jasmine, në Itali është çdo gjë mirë, ne rrim, ndërkohë që çfarë bëj Shqiptarët po bën nave. Jasmine, në Itali është çdo po. Edhe përveç protestës opozitës e cila me sa duket ka pasur shumë efekt përgjithsisht në media dhe jo në realitetin shqiptar, kam parë pak edhe një vizitë tjetër të kryeministrit Rama, të cilën ai ka konsideruar një vizitë për të suksesshme dhe që i ka hapur rrugën edhe më tej bashkëpunimit të fuqishëm që ekziston midis Shqipërisë dhe Izraelit, se si është komentuar nga media të huaja, për shembull Balkaniside ka dalë me një titull Unlikely Friendship, pra një miqësi jo tipike, po. Albanian PM eyes potential gains from Israel alliance, pra si të thuash shikimi i kryeministrit shqiptar ndaj një marrëveshje potenciale me bashkëpunimin me Izraelin, i cili deri diku mendoj se Balkaniside duhet thënë që nuk është media shumë e huaj, jo, shumë e largët. është rajonale dhe ka marrë si rast për treguar që ka pas një raportim diku më neutral në raport me tituj të tjerë. Për shembull ka marrë një titull nga Jerusalem Post, e cila normalisht i ka dhënë jehon vizitës së kryeministrit me titullin Albania's PM Edi Rama to Post Antisemitism starts with Jews but threatens all humanity. Pra, antisemitizmi faktikisht fillon me hebrejt, por rrezikon gjithë njerëzimin. Normalisht një titull i cili është më pranë ngjarjeve editoriale të medias që ka publiku, do thoja. Po. Ndërkohë e rëndësishme është edhe fakti se po mundohem të gjej titullin, po ndoshta herëti gjatë planeve do na ndihmoj për mbulim. Po, regjia. Të na mundsoj edhe pamjet disa mediave të tjera, të cilat ndryshe nga mediat të cilat kanë mbajtur një qendrim neutral, i ka dhënë zë edhe protestave, të cilat janë mbajtur me titullin jo në emrin tim, protestat të cilat kanë ardhur nga aktivistë, të cilët nuk e kanë pranuar vizitën zyrtare të kryeministrit Edi Rama, duke asociuar atë me një kryeministër i cili po mbështet një shtet i cili po zhvillon një genocid genocidial. Ndërkohë këto protesta kanë pasur shumë pak jehon në media shqiptare, ka pasur edhe media ndërkombëtare që kanë transmetuar, siç e shikoni edhe tek foto. Protestat të cilat besojnë të drejtën u izoluan edhe nga vetë kryeministria, të cilat nuk i la aktivistët që protestonin përpara. Pra arrestoi një aktivist që në minutat e para të protestës. Një grua dhe një djalë, të cilët pasi aktivistët shkuan pas protestët tek rajoni, u desh një prezencë e tyre për të rritur pak presionin, le të themi, dhe i ka liruar diku pas 2-3 orësh. Aktivistët cilët janë marrë pas një lloj arsye sepse unë isha prezente në terren dhe nuk është se e kundërshtuan apo i patën ndonjë konfrontim me policinë. Protesta ishte njoftuar. Protesta ishte njoftuar dhe policia thonte që ne nuk ta kemi miratuar kërkesën për leje. Ndërkohë që me sa di protesta nuk ka nevojë që të marrë konfirmim për leje, sepse thjesht të lajmëron dhe ishte shumë pak deri diku e çuditshme sepse disa protestues për shembull të Shqipëria BE-s, të cilët gjithashtu kishin lajmëruar protestën prej javësh tashmë, mund qëndronin lirshëm, ndërkohë që njerëz të cilët nuk ishin dakord me policia ka thjesht detyrë të marrë siguri për ty dhe për të tjerë. Ose duhet të argumentojë që kur ka një ngjarje madhore, pra mund të jetë samiti NATO. Me sa duket siguri për ty dhe për të Zaptos Bulevard të argumentojë. Sigurohej që nuk ka asnjë grupim shqiptar i cili po kundërshton suksesin e tij në Izrael. Suksesin e tij të Kisha jashtëzakonshëm. një pyetje. Se kjo është mbas edhe rubrika ime. Unë do bëj një pyetje dhe dua nga ju, është e vërtetë apo jo? Okej. Në sensin për të fol edhe për një lloj dezinformimi që hasim ditëve të sotme dhe e hasim në të gjitha rrafshet dhe kanalet mediatike, pra jo vetëm online dhe në televizionin tradicional, pra media tradicionale. Pyetja ime është: a shkon në burg po të bëni seks gjatë udhëtimeve me ndryshimet e kodit penal apo jo? Interesante. Prandaj po flisi për udhëtimet e para podcastit. Ishte interesuar. Përveç dekriminalizimit të pjesshëm të Është dhe kjo dhanë. tu kemi edhe një tjetër Vetëm zhvillim shumë seks interesant në nga kodi Shqipëri. penal. Sipas Pra pyetja është, nëse ti shkon, pra ta marrim rastin. Mënyra se si ishte trajtuar në media ishte
Nëse ti bën seks në udhëtime, Gjatë udhëtimit apo pas? Ose e mendon udhëtimin me bo seks. Apo shkon Jo, jashtë për këtë arsye. në fluturim, gjatë Kudo kur je në një shtet kudo të huaj. qoftë, edhe në fluturim. Edhe duke zbritur, pra momenti që ti ke kalu Ka që kufirin. thjesht, po jo, e saktë e gabuar. Jo. Si jo. Jo, gjatë fluturimit dhe mundet. Në momentin që fluturimi dënohesh apo varon, dënohesh? Gjatë fluturimit cili lish të kap një herë, ti shteti që je apo aty që do shkosh. Ora dënohesh. ku fillon dhe mbaron kufiri i një shteti? A dënohesh, as dënohesh, kaq është zot. Jo, po duhet ta serojmë të. Po, të punë e di qeveria, ku di. Ha, Elira. Unë nuk kam informacion. Po më dënohesh, po, duhet bërë çdo lloj aktiviteti, duhet kryer brenda vendit. Promovoj jo. Duke pritur ndryshimet që Ndoshta ta kanë bërë, mund të. Në Izrael lejohet. Nëse ishte një dezinformim i pastër, edhe mënyra se si u hodh pranë media me këtë lloj pra dilten titra aty burg nëse bën seks gjatë udhëtimeve, neni absurd. Në fakt neni që po hidhej në media ishte neni 11 i ndryshimeve të kodit penal, që bën fjalë për të shtimin me një shtojnëse, pra një shtojc të një neni ekzistues në kodin e vjetër, që ishte neni 108A, që flet për ngacmimet seksuale, dhe me ndryshimet në kodin e penal, pra me ndryshimet që u bën tani me 50 ndryshime, është fut neni 108 fraksion B, që thot organizimi i udhëtimeve për qëllime seksuale, dënohet deri në 6 vite burg, por është për ata që organizojnë këto udhëtime për qëllim, pra ngacmimeve seksuale, për dhunimeve, shfrytëzimeve seksuale. Se e kam lexuar dhe unë të ne, dhe nuk është ligji i shkruar në mënyrën më profesionale dhe. Dakor, nuk është nuk është i shkruar në mënyrën në momentin ku është duke u ndryshuar, se këtu është edhe thelbi i gjës, edhe pse kolegët tan mendoj unë që mund ta kenë marrë gabimisht, pra nuk po shpifin, janë nisur me një besim. Pra ty thuhet, pas nenin 108A shtohet kjo. Dhe kolegët ta nuk shkojnë fare ta lexojnë 108A. Po ton nga ndjekja penale për nëse do ta tregoj burimin vëlla mund të shpëtoj. Mund të shpëtoj. Kështu që i falemi dhe kriminalizimit pjesëshëm. Ja, shikoj fitua. Kam mirë. Kjo kam pas parasysh të rastet e fundit për Epsteinin se. Po kjo është një kuadër. Se i kam parapirë një çik. Po. Është një kuadër e thashë në fakt sepse është bëu ky Epsteini mainstream tani, po nuk e kemi një podcast tjetër për këtë. Sa më moderator. Me që moderojmë, Kemi një të ftuar tani nga lart, një zë të ftuar. Po, ide është nuk e keni menduar kurrë që mund ta kishim pjesë tonin. Vetëm me zët e figurës, se fizikisht nuk e dim nëse do ta ketë shansin, por Astaj nuk e dua. Shansin. Por le ta dëgjojmë pak, 1 minutë dhe do të më thoni se çfarë mendoni vetëm për këtë pasazh. Dikush që e njoh që është në fushën tuaj, dhe që për shumë vite ka qenë jashtë. Edhe unë e dija jashtë. Edhe e takoj dhe si duket vetëm bro. Ke kohë që ka ardhur, jo tha, unë jam këtu, jetoj të si jeton këtu, sepse ti kishe gjitha dhe klinikë atje, jashtë, kishe vërtet shumë. Qa thua, këtu është ta minjerë. Pse, po ti s'ke iden dhe që bëhet tu, thot me kirurgjin plastike dhe pëlleta, unë habitem, leqja habitem fare dhe kur shofta në televizor dhe që dalin vetëm ankohen, vetëm jamin lajme si kur këtu. Të gjitha ata që dalin aty në fakt kalojnë për këto klinika të tjera si fillim, dhe pastaj ankohen që këtu kështu e këtu ashtu. Po lëri i thash më mirë tani, kjo ka hyrë kjo gjë te vajzat, te gratë, çfarë vajza është? Po disa hund burrash ta kam gëvendur unë. Ju keni menduar ndonjëherë ta bëni hundët? Jo. Kam menduar të bëj shumë gjëra, çfarë ndryshimi ka dhe se duhet një kryeministër të merret me hundët e burrave, me xhepat e burrave dhe të grave. Po jo, unë do bëj flokët. Nëse ti ke një pikë pyetje ku të shkosh tani ta zgjidh kryeministri. Është kjo klinika Është një klinikë. Pra kryeministri është i interesuar për bukurinë e shqiptarëve. Po, dhe faktin që shqiptarët prej kohësh tashmë ankohen për kafene, por edhe në biseda të ndryshme që s'kemi mundësi, por realisht ne ndërhyjmë në pamjen tonë me miliona lekë. Ke shumë të drejtë kjo gjë,
Dhe domethënë çdo ky kryeminist që merret me këtë, po e disha më ndjek mu, domethënë që relativizojnë këtë gjë edhe ai kolegu i tij dikur thotë o mos tromsa, domethënë e ndajnë kjo është vetëm për vajzat, pra kirurgjia dhe estetika dhe nuk është për djemt. Pra që më të hundët e burrave që duhet me po. Nuk besoj se kishte fiks në këtë kontekst rastin, thjesht më tepër e thonte që është një fenomen që po përhapet dhe tek burrat që Është fenomen fare, më është thjesht kujdes më i mirë për pamjen. Po, por është një gjë që po zhvillohet më shumë së fundmi. Gjithsesi Nuk e kuptoj pse duhet ta bëj këtë diskutim kryeministre. Po pra e tham që fillim që është një gjë që s'ka lidhje fare për interesin publik. Po megjithatë ai ka thënë, domethënë dhe po i bën të gjitha praktikisht. Politikanit po e bën, drejtuesin e shtetit po, podcastin e ka, ndërhyrjen në media e ka. Por do ishte një Prokurorin, kështu që gjyqtarin. Po pra, po Po ti ngre në narrativa piedestal, publike ai po e përcakton. ti ngre një piedestal, një sjellje të caktuar, por nga ana tjetër i bën dhe një reklam një gjëje dhe kjo është Kjo s'është fare fshet reklam, që është- thotë që kjo është problemi faktikisht kryeministri në podcastin e tij ka pasur raste ndryshme ku ka ftuar njerëz ndryshëm që kanë dhënë një kontribut në Njerëz art, apo sukses. janë njerëz që e kanë nisur nga zero dhe tani kanë një pozicion caktuar intelektual profesional në shoqëri dhe deri diku mund të jetë linja e këtij podcastit e cila ka vendosur që t'i japi hapësirë dhe zë këtyre njerëzve, por në kalimin e një reklame të mirë fill dhe të një biznesi i cili nuk mund ta përcaktojmë ne nëse ka interes publik për të zënë 30 minuta në një podcast i cili duhet të shërbejë më shumë çështjeve politike dhe Një duhet të ekzistojë, që duhet zëvendësohet me konferencë shtypi, pyetje përgjigje me gazetari. Pra askush nuk ka askënd nuk mund ta privosh ti nga e drejta për të komuniku publikisht, po një kryeministër ka dhe pak përgjegjësi për t'i bërë të dyja. Pra ti nuk mund sillesh arrogant. showman. Me showman me ca gjëra dhe ndërkohë ti ke përgjegjësi qytetare. Po e bëj një pyetje kështu. Ky e ka bërë në orar të punës te podcastin. Diel, Është me njerëz në mëngjes. Është dhënë të Ne diela dëgjojmë my friend. të diela. Është dhënë ritransmetim dhe hipet sikur është live. Mesazhe që do t'jap, Po, pra se që ai ti mund dhe të t'jetë- dielën ai një e ditë që mund të përcakton shosh të nga zi, Rama, të zi. do zgjohesh prap me Mua më podcastin shqetëson fakti që e tij. podcasti i Ramës është live nëpër media njëherë. Kjo më shqetëson, domethënë çfarë rëndësie ka në rastin konkret që ky podcast i Ramës që ka platformën e vet që është online, Facebook, YouTube, ku di unë. E ke live te News24, te gjitha mediat e tjera, domethënë çfarë interesi ka? Se duke Është qenë simboli i kontrollit hapësirën total e të mediave. medias. Pra ai dhe të dielën nuk lejon asnjë Dhe ditë sepse- pa qenë ai vëmendja, do të kap dhe lajmin e të duke qenë që edhe dielës. mediat kanë mendoj një mungesë të informacionit që kërkojnë nga ai apo të përgjigjeve që kërkojnë nga ai nga materiale ndryshme, mundohen dhe thonë që foli këtu dhe unë po e marr bruto dhe po e Unë hedh. kam Unë parë nuk e rastin shikoj si për të podcastit kompensuar mungesën e përgjigjes që kryeministrit se ti mund ta sfidosh atë. Pra nëse ti vendos kasetën, ti po bën eksaktësisht të kundërtën e emisionit tënd, që është ti drejtosh pyetje dhe ti kërkosh llogari. Është e vërtetë, por kjo është vetëm një formë në hapësirë që ai i jep komunikimit me gazetarët. Për shembull, shënimet e komunikon me javës, gazetarët? shënimet e javës, e cila është rubrika fillestare që ai jap podcastin, është diku te 10 Rubrikë minuta. kam inat, për pse është Dhe- sy më sy. E çun ai atë vetën që Dhe gjithë ndërkohë, dhe rubrike dhe- dhe ndërkohë pikat që ai vendos që të ndaj si problematika janë pikat që vendos ai dhe jo shqetësimet që ose ka merr mundësi telefonin te qytetari, makina dhe flet me vetë në vetë aty edhe thot, me nerva me kështu dhe është lajm për të Po gjitha. ai është drejtuesi Thjesht është mërzit nga ky kanal. monologu vetë dhe do dikë aty dhe ke autori studio dhe thot çfarë do podcastit vetë. dhe bën vetvendosje. Dhe në fakt aty ti e pranon apo jo? Më shumë. Dhe ne Kam unë duam nevojë për duam ndërhyrje. ram edhe ne pre kësaj Duke dhe thonë. Ne komentuam e pak bëm se- temë Ishte ty Elira për diskutimi çfarë të bëri përshtypje dhe më shumë? podcastin. Pikërisht për Fakti këtë që që ishte diskutuam, ftuar fakti që ishte ftuar një klinikë. klinikë e cila jep një lloj shërbimi të caktuar, po është më tepër në çështje dhe në perspektivë të një biznesi i cili nuk ka pse të zë një hapësirë për 30 minutash në një podcast që bëhet një herë në javë dhe besoj se ka më Që shumë duhet të nevojë flas për për Dhe të amplifikohet tek për të folur për gjëra që janë më të rëndësishme për qytetarët shqiptar që kanë ndodhur gjatë kësaj Ka jave. ditën që është publikuar një sër ngjarjesh kishte në terren nga infrastrukturat e Ishin shembull rrugë, Gjithsesi, që ndodh kush janë aksidente, dhe ne merreshin me flisur, hundët e burrave Kush jemi ne shqiptar. që Pra të është përcaktojmë kufite linjën editoriale të podcastit, por fundja fundit ne japim mendimin Pra tonë. do të japi llogari për çështjet e korrupsionit për shembull. Po. Pse mund ta Se ka kishte bërë këtë këtë. një podcast. Pra çdo minutë që ai harxhon duke i mbushur trurin dhe kohën njerëzve me gjëra të padobishme është një minutë më pak nga të ushtruarit e detyrës edhe të mbajturit përgjegjësi për gjërat që shkojnë keq në këtë vend. Dhe me këtë fjali unë mendoj që ta mbyllim këtë podcast se vajtëm shumë gjatë. Ju premtojmë që do vazhdojmë të lexojmë komentet, dhe ato negative dhe ato pozitive, ato që janë me gjuhë fyse
të papërshtatshme për mediat, patjetër që nuk do i përfshim do t'i censuroj sipas etikës, ato që janë të drejtuara tek ne, apo dhe çështje që i shikojmë me interes përtej humorit edhe asaj batutës momentit, do sigurohemi që t'i kemi pjesë të episodit tjetër, ashtu si gjithë rubrikat e tjera dhe rubrika më shumë që do jenë surprizë. Na bëni subscribe në newsletter, subscribe në YouTube, na shkruani për sugjerime dhe tema që doni që ne t'i ndjekim.